Rifillojmë seancën. Pika e radhës së rendit ditës është informim mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri, Bashkimi Evropian në kuadër procesit të negociimit të antarësimit, të negociatave të antarësimit. Ju lutem zini vendet. Ju lutem e sqaruam atë pikë tani, mos e prishni seancën. Ju lutem mos prisni seancën, pika është shumë e rëndësishme, lidhet me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm do të informojë mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të integrimit. Është pika procesi më i rëndësishëm historik. Ju lutem mos e prishni seancën dhe sidomos në pikën e gabuar. Duhet jemi të gjithë të interesuar të dëgjojmë, edhe publiku ka të drejtën të dëgjojë informimin nga foltore e Kuvendit mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare. Tani kush po e prish seancën duket se kush po e prish duket. Unë po kërkoj të vazhdoj seancën. Të vazhdojmë seancën. Ju lutem. Lironi foltoren për ministrin e Jashtëm. Nuk e la të vazhdonte. Cila është procedura? Kjo është procedura. Ju ftova të flasim procedurë, nuk keni pika procedurë, doni të prishin seancën. Ju lutem mos e prishin seancën. Fjalën nuk e shpërndani ju, zoti Balliu, e shpërndan lista rregullorja, agenda, rendi i ditës, për të cilin kemi rënë dakord dhe është vendosur. Ju lutem. Në zbatim të rregullores, së pari duhet të uleni. Në zbatim të rregullores, foltorja nuk bllokohet, kolegët dëgjohen, nuk ndërpriten, fjala nuk merret me dhunë, me forcë, nuk merret kur e do. Këto janë pikat e rregullores. Asnjëherë. Është e pamundur të merrni fjalën në këto kushte. Kur e kam bërë? Kur? Ju lutem. Ministri i Jashtëm e ka fjalën për një pikë shumë të rëndësishme, informim mbi konkluzionet e konferencës 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të negociatave të antarësimit. Lironi foltoren. Tërheqë vëmendje për zotin Flamur Noka. Për të qetësuar ju, kërkova 5 minuta pushim që të qetësoheshit. Për qetësim. Për meditim. Ju lutem mos shkelni rregulloren. Gishtin mos ma trego mua asnjëherë. Uluni. Mos më trego me gisht. Mos ma dreto gishtin. Uluni. Ju lutem lironi foltoren. Kush jeni ju që prishni seancën? Kush jeni ju që bllokoni foltoren? Ju lutem uluni. Si mund të bërtisni për rregullore ndërkohë që jeni ngritur gjithë po prisni seancën? Zoti Noka, seanca nuk është arenë gladiatorësh. Trupin mos ma trego mua, ju lutem uluni. 15 minuta pushim.